Ajeti I parë që ju shpall Muhamedit alayhi salatu wassalam është ajeti Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo, mëso, studio me emrin e Zotit tënd I cili ka krijuar çdo gjë. Ky ajet, të nderuar vëllezër dhe motra, siç mund të shihni, I është shpall Muhamedit alayhi salatu wassalam në këtë kodër. Në kodrën e cila quhet kodra Hira. Para se të vinte pejgamberia, pra para se të bëhej pejgamber, Muhamedi alayhi salatu wassalam e kishte zakon që të vinte këtu, në këtë kodër, që ndronte vetëm dhe ta luste Allahun te bareke ve taala. Pra meditonte, e adhuronte Allahun xhelle wala, e luste Allahun xhelle wala, derisa një ditë takohet me melekun Xhibril, I cili në formën e tij florore, pra ashtu siç ka krijuar Allahu xhelle wala, ishte paraqitur Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe ja kishte kumtuar këtë urdhër të Allahu xhelle wala që të lexonte, të mësonte, studionte me emrin e Zotit. Por ajo që do doja të përfitoj nga rasti dhe t'u përcjell si mesazh është se pavarësisht që kjo kodër ka këtë vlerë, pra këtu është piknisja shpalljes, prej këtu fillon Islami. Megjithatë, kjo kodër të nderuar vëllezër dhe motra nuk është e preferuar që të veprojmë siç po I shohim disa që ngjitemi, të shkojmë atje të falim namaz ose të bëjmë adhurime ose lutje, nga se këto gjëra nuk janë të lehtësuara. Thjesht ne vim për vizitë për ta parë vendin ku ka filluar shpallja, por ngjitja në këtë kodër, shkuarja në pjesën më të lartë të saj, nuk është pjesë e adhurimeve, nuk është pjesë e ritualeve të haxhit, madje disa dietarë kanë tërhequr pejtin që përderisa nuk ka ndonjë rëndësi, ngjitja në të është tërësisht e panevojshme dhe Zoti na ruajt nëse ndodh që dikush të vdes për shkak se rrëzohet, atëherë vdekja e tij llogaritet në një farë forme si vdekje e qëllimshme, pra si mbytje e vetvetes, prandaj nuk është e rrugës. Thjesht për një ka këtë rëndësi historike se këto pikërisht në këtë vend Allahu xhelle wala I shpalli njerëzimin ajetin e parë të Kuranit I cili ndryshoi rrjedhën historike të njerëzimit, e shpalli fenë e fundit, fenë në fakt Islami është feja e parë dhe e fundit, e dërgoi Muhamedit alayhi salatu wassalam si pejgamber që përmbyll të gjitha shpalljet dhe kështu njerëzimin e nderoi me këtë fenë të bukur. Zoti ju shpëlbeft.